Me rastin e 6 prillit, ditës së kryengritjes së Malësisë, me datën 4 prill 2026, në Bardaj, pranë shtëpisë muze Tede Xholuli, me fillim në orën 11, u organizua një program kulturor dhe përkujtimor. Ky aktivitet, i cili synon në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike dhe kombëtare, u karakterizuan nga një program i larmishëm, i përgatitur nga historianët e rinj të Shkollës së Mesme të Përzier 25 Maj në Tuzë, në bashkëpunim me nxënësit e Shkollës Fillore Mahmut Lekiq në Tuzë. Përmes recitimeve, prezantimeve, interpretimeve muzikore, këngës, kërcimit dhe vallëve tradicionale, nxënësit të shënuan këtë datë të rëndësishme duke rikujtuar sakrificën dhe guximin e figurave që udhëhoqën këtë lëvizje. Programi u zhvillua në një atmosferë përkujtimore dhe edukative, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së identitetit dhe trashëgimisë sonë historike nga brezat e rinj. Ky aktivitet u realizua me mbështetjen e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, i cili vazhdon të përkrahë iniciativat që promovojnë kulturën, gjuhën dhe historinë shqiptare në Malësi. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshirë, një qëllim, të gjitha ti duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve që i largohet, që është lidhur tradhëtor, kush është burra nuk frikohet, por vdes si një dëshmor. Lufteve që i largohet, që është lidhur tradhëtor, kush është burra nuk frikohet, por vdes si një dëshmor. Në dorë armë do t'i mbajmë, të mbrojmë atë unë në çdo kënd, të drejta tona ne si ndajmë, këtu armiq të nuk kanë vend. Se Zoti vetë tha me gojë që po më shuhet për mbledhen, por Shqipëria do të rrojë për të luftojmë ne. Se Zoti vetë tha me gojë që po më shuhet për mbledhen, por Shqipëria do të rrojë për të luftojmë ne. shqiptarit, e o shumë një shumë në toj
morit Evrope të ton balkoni. Paleta eu kaluftojshin o kole deda eu bobe bir more kole luftojne eu t'katër mole to pojni mojne eu hote grude more treshe kojne. E selun gjovokun me kalue E shka I thotë poshe so kaj me koni E u vjerim ropa noktini zomit E o ton ta qitenu E o more malin sorte shkumit more. Të ndëruar familjar të kryeherojt malësor dhe shqiptar Dexhë Luli, të ndëruar të pranishëm, zonja dhe zotëri, kam kënaqësi dhe nderin se sot prap takohemi këtu në një event, i them kështu konkretisht historik, te kulla e Dexhë Lulit. 2 ditë përpara, domethënë, festojmë 6 prillin për shkak të festës. Dhe siç e thanë nxënësit, është bërë traditë tashmë që shkolla jon gjimnazi, do thotë shkolla e mesme e Përzirë 25 maj dhe shkolla fillore Mahmud Lekis në Tuz, të organizojnë një program të I themi kështu të larmishëm lidhur me ngjarjen e fjalë. Si gjithë e dim, 6 prilli është dirisht mund të themi edhe dita e malësisë, pasi që është ngjarja më e rëndësishme e cila ka ndodhur në historinë e malësisë madhe, është rasti ngritjes së flamurit të Kastriotit pas sa shekujve, do thotë në Bratilë të Dëçiçit, dhe është ngjarja e cila besoj se nuk ka malësor I cili nuk krenohet me ta. Fatkeqësisht nganjëherë e dini se kem edhe ti them kështu qëllim keq që nganjëherë mundohen edhe mos ta pranojnë 6 prillin apo ta sulmojnë edhe kryeheroin siç është Dexhë Luli, por ato tentativa janë gjithat kota pasi që heronjt me vepra e kanë dëshmuar se ku e kanë vendin. Ashtu që historia gjithmonë flet për ta dhe historia va tregon faktet ashtu siç është. Pse duhet gjithmonë ta festojmë dhe do të ishte mirë që kjo fest mos të festohet vetëm në Malësi, po të kthehet në festë kombëtare, do thotë kjo do të ishte mirë që edhe institucionet tona, siç është edhe komuna e Tuzit apo thonë edhe Bashkia e Malësisë Madhe anë Kufinit, do të ishte mirë që të bashkëpunojnë dhe të bëjnë një kërkesë edhe nga ana e presidentës që bëhet një festë zyrtare, shtetërore, kombëtare aty ku do të thotë ku e ka edhe vendin, se mendoj se deri me sot nuk janë dhënë vendi I merituar 6 prillit, por shpresojmë se në të ardhmen njerëzit do të dërgjegjësohen dhe në më fund do t'ja japin. Unë nuk do të flas shumë do thot për historikun, masi që nxënësit I kanë bërë disa punime, mirë po unë herë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj dhe urime 6 prillin. Të nderuar të pranishëm, sot, si kryetar I Parlamentit nxënësve të shkollës son, me krenari të mallkombëtare dhe përgjegjësi të lartë, në emër të gjithë nxënësve dhe në emrin tim personal, ju uroj 6 prillin për vjetorin e lavditshëm të kryengritjes së Malësisë. Kjo nuk është thjesht një datë, është një amanet, një betim I gjallë që buron nga gjaku I derdhur për liri. Me 24 mars, bi trimat të Malësisë u ngritën si një trup I vetëm, u bashkua nën flamurin e Gjergj Kastriotin Skënderbeut dhe lanë besën se nuk do të ndalin deri sa liria fitojnë. Dhe erdhi 6 prilli, dita e nderit dhe pavdekësisë, dita e bashkimit malësorve, dita kur pushka e malësorit ushtoi si ze I lirisë, kur armiku u thue dhe kur në Bratil u ngrit flamuri shqiptar. Aty, mbi atë tokë legjendare, u volos fitoria, u shkrua historia me gjak dhe u dëshmua se shqiptari, kur bashkohet, është I pathyeshëm.
let përkulemi me respektet thellë para të gjithë dëshmorëve letrimëve të Malësisë, të cilët nuk kursyen as jetën për nderin dhe lirinë tonë. Ata na lani trashëgimi të shenjtë, lirinë, flamurin dhe dinjitetin kombëtar. Sot, ne së të rinj kemi për detyrë të mbajmë gjallë këtë frymë, të ruajmë këtë amanet dhe të jemi gjithmonë të denjë për sakrificën e tyre. Ta duam atë dheun, ta mbrojmë identitetin ton dhe të jemi të qëndrojmë gjithmonë të bashkuar, ashtu si që ban të paret tanë. Lavdi e përtjetshme dëshmorëve të Malësisë. Rnoft Malësia Krenare, gëzuar 6 prilli. Kryengritja e Kosovës tregoi një herë nevojën e bashkimit të gjitha forcave të vendit në luftën kundër sundimtarëve osman. Drejt këtij bashkimi i shtyn shqiptarët edhe veprimet shtypse të qeverisë së Stambollit. Çarmatimi i përgjithshëm ishte një nga masat më të rënda që morën autoritetet gjonturke në vitin 1910, e që labreste thellë të shqiptarët, sepse u hoqi atyre mjetet për të kundërshtuar politikën shtypse e arbitare të qeveritarëve gjonturk dhe për të mbrojtur vendin nga synimet grabitqare të shteteve fqinje. Por edhe në këto rrethana shumë malësorë nuk pranuan të nënshtroheshin urdhresave qeveritare. Grupe të shumta luftarësh vijuan qendresën dhe pas shtypjes së kryengritjes së vitit 1910. Megjithatë, përballë forcave të mëdha osmane, një pjesë e mirë e kryengritësve u detyrua të kalonte në Maltëzi. Midis tyre janë dhe Dexho Luli, Mehmet Shpendi, Sulejman Batusha, Isa Boletini, Hasan Budakova, Mirash Dou e tjerë. Rrethet adhetare brenda jashtë vendit bën thirrje për një kryengritje të re, gjatë së cilës do të kërkohej autonomia e Shqipërisë. Ky program u shpalos sidomos në shtypin e kolonive, në thirrjet e shoqërive dhe të komiteteve shqiptare. Në të gjitha këto kërkohej amnistia e përgjithshme për luftarët e vitit 1910, liri e plot për zhvillimin e gjuhës shqipe me alfabetin latin, krijimi i një administratë me nënpunë shqiptar dhe përdorimi i një pjesë të mirë të ardhurave të vendit për zhvillimin ekonomik e kulturor të Shqipërisë. Qeveria e Malit të Zi mori të gjitha masat që kryengritja të mos fitonte karakter kombëtar, për të kufizohej në caqe lokale. Kjo do t'i jepte mundësi mbret Nikollës të ndërhyjë me lehtë e ta përdorë ata për interesat e veta. Përveç kësaj, ai punoi që kryengritja të fillonte para kohe. Në shkurt, qeveria e Malit të Zi njoftoi portin e lartë dhe fuqitë e mëdha se nuk do t'i bante malësorët me gjatës 28 marsi i vitit 1911. Ndërkaq, Isa Boletini, në një takim që pati me mbret Nikollën, hodhi poshtë propozimin e tij që veprimet luftarake të malësorëve të mbështeteshin nga trupat malazeze. Po kështu veproi edhe Dexho Luli. Komiteti i Podgoricës, për shkak të pengesave që nxorri qeveria e Malit të Zi, nuk arriti të bashkërendonte veprimin e tij me krajinat e tjera të Shqipërisë. Lidhjet e tilla nuk arritën të vendoseshin as me qytetarët e Shkodrës. Takimi me të cilët ishte lënë të bëhej në Cetin me 4 prill, ku do të lidhej Besa. Ndërkaq, Mali i Zi, duke synuar t'i nënshtronte me anë teorisë, me 14 mars u apreu ndihmat malësorëve. Në këto rrethana, malësorëve të arratisur ju desh ta fillonin kryengritjen para se të lidhej Besa me shkodrant. Ndërsa vendosja e bashkëpunimit me viset e tjera që pothuajse e pamundur. Faleminderit. Vendim, sa pyje, male, fusha me lule, krojet argjenda, ka vendim, bura vegan, djem si Petrita, grava shat bukra, ka vendim, por si Zabel Byli, e si Valdeti, vjen gjuha shqipe në vendin tim, ku gjindën zanat, ku gjindën trimat, ku gjindën nanat, si në vendin tim. Me 24 mars, i 1911, kryengritësit hotian të udhëhecur nga Dexho Luli dhe Xhek Marzeloshi sulmuan fortifikimet kufitare në Rapsh. Kryengritja u përhap shpejt edhe në zona tjera si Gruda, Kelmendi dhe Kastrati. Me 28 mars, kryengritësit sulmuan Tuzin dhe arritën ta merrnin, ndërsa forcat osmane u detyruan të mbyllshin në kalan e Shqipshanikut. Por një nga momentet më të rëndësishëm dhe simbolik të kësaj kryengritje ishte ngritja e flamurit shqiptar.
Para se të ndodhte kjo ngjarje, malësorët e Hotit ishin mbledhur në Kishë për një festë dhe për t'u këshilluar mes tyre. Gjatë kësaj kohë, u mor vesh se në Cipur ndodheshin disa ushtar osman të armatosur. Kur malësorët mësuan këta, edhe pse ishin pothuajse krejt të armatosur, ata vendosën se mos të rrinin pasiv dhe me shumë guxim burrat e Hotit u nisën drejt Cipurit. Ata u përballën me ushtarët osman dhe arritën t'i detyronin të tërhiqeshin nga ai vend. Edhe sot, në atë vend ndodhen disa pllaka guri që kujtojnë këtë ngjarje historike. E pas këtyre përballjeve, me 6 prill i 1911, në malin e Deçiçit, kryengritësit shqiptar, pas shumë luftimeve, ngritën flamurin shqiptar, një simbol i lirisë dhe i bashkimit kombëtar. Ky ishte një moment historik, nga që për herë të parë, pas shumë shekujsh, flamuri u ngrit hapur në luftë kundër perandorisë osmane. Flamuri u ngrit nga Nik Xheloshluli, dhe kjo ngjarje u bë simbol i rezistencës dhe i dëshirës së shqiptarëve për liri dhe autonomi. Faleminderit. Gjashtë prilli, në malësin time lindin shumë jetë,
për ka nga ato që s'desin për jetë. Ju mbet emri edhe vepra, brez pas brezje sa tjetë jeta. Det Gjoluli njeri prej tyre, birë malësie djallë prej hoti, burë me trim s'ki falë zoti. Luftoj fort me armiq dhe fitoj në dëqiq, që nga dita që fitoj, aj për ne u bë heroj, dhe për 6 prill që nga i vit, flamuri shqiptar lirshën valvit. Memorandumi i Greqës. Pas betejave të shumta, kryengritësit vendosën të mbanin një kovend kombëtar në Greq me 23 qershor të vitit 1911, ku në përfundim të diskutimeve, kuvendi miratoi dokumentin Memorandumi i Greqës ose i njohur ndryshe si Libri i Kuq. Ndërhartuesit kryesor të këtij dokumenti gjithëpërfshirës ishin Ismail Qemali dhe Luiç Gurakuqi. Ky memorandum përbëhej prej 12 pikave në një program politik të lëvizjes kombëtare shqiptare, që përfaqësonte interesat e të gjithë shqiptarëve, e si objektiv kryesor ishte të arrinin të fitonin autonominë kombëtare. Libri i Kuq pati një rëndësi të veçantë për shqiptarët për 3 motive kryesore. Së pari, ky memorandum ngjalli reagim në Stamboll dhe kërkesat e tyre u trajtuan me përparësi nga porta e lartë. Shënonte një moment të rëndësishëm për të ardhmen e shqiptarëve, dhe së treti, diplomacitë e huaja u njohën me kërkesat e shqiptarëve të paraqitura me shkrim. Antarët e Komitetit të Korfuzit menduan të arrinin paraprakisht një marrëveshje me qeverinë për të siguruar edhe ndihmën e saj. Përpjekjet për organizimin e kryengritjes në jug të vendit u drejtuan nga komiteti Shoqëria e Zezë për Shpëtim. Në krye të qetave që vepronin në jug ishin Namik Delvina, Muharrem Rushiti, Musa Demi, Spiro Ballkameni e shumë të tjerë. Shoqëria e Zezë për Shpëtim mendonte se mjeti më i mirë për të detyruar Turqinë të njihte memorandumin e Greqës ishin veprimet sulmuese të armatosura, të cilat filluan të kryheshin nga qeta. Në korrik, qeta e Çamërisë u ndesh me ta në smart në një luftim që zgjati 6 orë. Me 21 korrik, u mbajt në manastirin e Cepos, në malin e Gjerë, kuvendi i përfaqësuesve të popullsisë së Çamërisë e Labërisë, i cili miratoi një memorandum dhe duke i pasur 43 nënshkrime të pjesëmarrësve, ju drejtua qeverisë gjonturke. Në memorandum përkrahej kryengritja e malësisë së mbi Shkodrës dhe programi i saj i autonomisë së Shqipërisë. Kërkohej që qeveria osmane të zbatonte një administrim të njëjtë në veri dhe jug, duke e parë Shqipërinë dhe kombin shqiptar si një të pandarë. Malësorët kryengritës qëndruan të patundër në kërkesën e tyre për autonomi. Përgjendjen e 15.000 shqiptarëve të grumbulluar në Maltezi po përkeqësohej vazhdimisht. Ajo u rëndua edhe më shumë për shkak të vendimit që Mali i Zi mori me 15 korrik për të mos lejuar shqiptarët të kalonin kufirin. Ajo bëri që Hoti, Gruda, Këlmendi, Kastrati, Shkreli e Tuzi të jenë në pikëvëmendjen e Europës, së bashku me figurat e mëdha siç janë Det Gjoluli dhe Tring Smajla i Vezaj. Në përfundim, mund të pohohet se ky kuvend i 23 qershorit i mbajtur në Greq të Malësisë së Madhe hartoi një plan gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët. Faleminderit. Moj malësia mbi Shkodrës. Turgut Pasha po i bjen lodrës. Me zat nalt ka hap të lalin, e ashtë betue se në flak do të kalin. Shumë vapora vinë prej detit, shumë taborët e davletit, po t'janë drejtu topat e mretit qo malësi, me i dalë zot vetit. Prej malësie vjen një zan, thoni mbretit kemenam, malet drill zani i viganit anë dëgjon t'i turk sultanit. Unë jam shqip jam bi shkorreta, dalgën flak me kalo jeta, po këto troje nuk janë shkreta, se unë malësi kjeq, e malësi mbeta. Det Gjoluli i Trabojinit, në baltë mejdanit e në balë kushtrimit, malet drill zani i burrit se ka ardite e flamurit, Shqipja krahet don me i hap, qo malësi pushken me kap, na zduroj ma mushkel me kam hiq flamurin e armizve tanë. Hote grud marrin për pjetën. Për njatë flamur do në me lan jetën. Flaket tym po mbushet qilin, kam janë qu Kastrati e Shkreli. Me gjak rrilin valte e cemit, se sud mojnë Shqipët në bjesht Kelmenit. Qili flak, trolli plot gjoja, mësyn dhe qiqin, e lëtri e shjekoja. E mbi dhe qiq, lufta ka nis.
Turku rrip po I bjen buris, po as ta borët e ushtris, jo as topat e Turqis nuk ja kthejnë turin malsis. Po ka dalë Turk, ta bafsha gjamen, mos kujto se jena e tanen. Ull kam të krystu I hangër ham, ta kam nes flakën mi qap, merë rrugën drejt stamollit e ikë the qafën prej këti trollit. E na të deqis na të kala barotit, urin gjallë gjergj kastrioti, se si kur gjergji me ushtriele vetë det gjën lulli me malsi. E në fusht mejdanit lind busqeshja, për mi qama u zbar qeleshja, e një flamur të lam me gjak, po na e vujnë maljet si duvak. Pasha I Turkut, ull me krye. Jo, malsin s'mujta me thyë, flake neza po nuk digjet, në për fronte mi theu shtigjet, to pes gjuaje nuk po vritet, por me flamur, për pjet po ngjitet. Na ka ra poshtë flamur I mretit, se shkën shqipet e shkorretit. Hen gjitet shqipja në nalsina, rinë gjallë shpresa e zgjën krahina. Prej malsie të Shqipshanikut shkon në gryk të Kaçanikut, prej malsie dora dorës turrin merr drejt sheshit Vlorës. Me u valvit për jetë të jetëve, pa varsi pas 500 vjetëve. Pra merrja kangës malsi krenare, moj malsia flamurtare. Pushke par, trimnesh mejdanash, njat flamur me gjak viganash, ma nena gjithmonë në qerdhe, e mos harro gjakun që derdhe, se ti për flamurën flaku kalle, lavdit kjoft, po lavdit kjoft malsia e male. Faleminderit. Me 2 gusht të vitit I 1911, u arrit një marrëveshje mes autoriteteve osmane dhe kryengritësve tanë malsor, që në traktet tona të synoj qetësi po armiqësi. Këtë marrëveshje sot e nderojmë dhe e quajmë Paqja e Podgoricës. Pas përpjekjeve të gjata diplomatike dhe luftarake në udhëheqjen e Dexholulit dhe Lujç Kurakuçit, së bashku me prijesit tjerë malsor, ata dorëzuan kopjen e memorandumit ambasadorit të Stambollit në Maltëzi, Sadedin Beut, dhe përfaqësuesve diplomatik të fuqive të mëdha të akreduar në Cetin. Me marrëveshjen, ata arritën një hapësirë negocionit, ku kërkuan disa kushte. Amnisti për kryengritësit, lejimin e armbajtjes, uljen e taksave, që detyrimi ushtarak të zhvillohet në vialetin e Shkodrës, hapjen e shkollave në gjuhën shqipe, rindërtimin e shtëpive të prishura gjatë kryengritjes dhe kthimin e shqiptarëve në krahinat e tyre. Marrëveshja u nënshkrua me datën 2 gusht nga përfaqësuesi I qeverisë osmane, Sadedin Beu. E pas nënshkrimit të saj, qeveria e Maltëzi u bëri thirrje malsorëve t'i pranonin e t'i respektonin rregullat e kësaj marrëveshjeje. Ministri I luftës të Maltëzi u rikujtoi malsorëve se ata duhet ta linin territorin malazez brenda afateve kohore dhe shtonte se edhe mbret Nikolla I kishte të njëjtin mendim ndaj kthimit të shqiptarëve. Kjo marrëveshje u zyrtua me datën 4 gusht, ku Sadedin Beu, si garanci zbatimi, I dha një kopje të marrëveshjes qeverisë malazeze dhe një kopje fuqive të mëdha. Shqiptarët shpreheshin se kjo marrëveshje ishte një pjesë nga ajo që kërkuan dhe dyshonin se qeveria nuk do ta zbatonte marrëveshjen dhe kërkesat e tyre të plota. Dhe me 5 gusht u fillua rikthimi I popullit shqiptar. Por një pjesëmarrës kyç refuzoi të kthehet, Dexholuli, I cili nuk pranoi të joshet me marrëveshjen e arritur, as me posterit drejtues që I premtoi qeveria Xhan Turke, por më me rëndësi nuk pranoi të kthehet pa arritjen e autonomisë së shtetit shqiptar, gjë që nuk u arrit me marrëveshjen e 2 gushtit. Shqiptarët u kthyen duke pritur dëm shpërblimet e premtuara, që të rindërtohen shtëpitë, kishat dhe të rikthehet një gjendje shëndosht ekonomike, por gjitha kushtet nuk u plotësuan. Fal mundimeve të pashmangshme të përfaqësuesve tanë, Paqja e Podgoricës solli një qetësim, edhe pse të përkohshëm. Hapi rrugë që të arritet autonomia e vërtet zyrtare e shtetit shqiptar, që përfundimisht u arrit me shpalljen e pavarësisë të vitit 1912. Faleminderit për vëmendjen.
8-7 krajla qua janë kam, ka kara me det kjo gjam. Nat malsi, nat rapsht hotit, det gjëlluli, burë si motit. Me i qet lek bisha shkoretit, ka një spushken maskjert mretit. Det gjëlluli, shpate gjall, shtrem në kësullën delen shkallë, e Pedri Pashës po i qonaj fjall. Mirë në nështrasha o Pedri Pasha, amanet jam të italian, këtë fjall mretit me mja thanë. Se me sodje tem një zoti shka jem një pa dzerë qka sriotit e shqiptar, që i thom në vetit, ma duva nuk i baj mretit, e asë njohim ma për mret. Rafsh po bushen 500 vjetë që na i bajmë ati hysmet, e për ta na thëm radaket si tin ken këto poqa vraket. Një të mirë po a 5 prej ti, na shkoj moti si amazi. Si amazë ma keq për ne që janë do pak në Shqipni kem le. Pasha zotin kjo flevdue, edhe kështu mas muj me durue. Pushken sot unë ja kam vue manda i dalë si kjo vëgjiku. Kështu tha deda si shtrengu veshën bath kishtë qëllu. Një ataltin fletë sydahit ven ma u dzerën bisup krahit e me i qe djelë moqa mrapa, ka ma rrugën me të mlej hapa. Që janë do pushk në trapsht hotit dhe gjëlluli si u lutë zotit, sot prej nadje pas bar drita, me 20 djelën po 20 petrita. Synin gatë zemrën duhi, 7 mauzere një alti. Maskjert mretit ka silmuen, 2 ka usha këta ngujue. Njehun rafsh 6 një zam, fushe e rapshës se që ka marrë gjam. Vele qiku fort ka ushtue, 7 mauzere të reptu vlue, kur po pra, kur po pushue, thuaj ta bor po ka qëllue. Se me djelë që ka mazveti, dhe gjëlluli ka qabeti, si ka krajla, si ka mreti, si ka toka, as si ka deti. Faleminderit. 6 prilli, një datë me rëndësi, e veçantë për majësoret e majësisë male. Kjo ditë lidhet me një nga momentet me të lavdishme të historisë sonë kombëtare, ngritjen e flamurit shqiptar në Deqiq dhe fillimin e kryengritjes majësisë në vitin 1911. Me 6 prill, vitit 1911, në nuheqjen e patriotit të madh, Det Gjëlluli, majësoret u bashkuan për të luftuar kundër perandorisë osmane, duke kërkuar liri, të drejta dhe dignitet për popullin shqiptar. Në majën e Bratiles, në Deqiq, u ngrit flamuri Kuqezi, flamuri i Skenderbeut, për herë të parë pas shumë shekujsh. Ky akt simbolik dhe i guximshëm tregoi vendoshmërinë e shqiptarëve për të jetuar të lirë në tokën e tyre. Kryengritja e majësisë u bë një frymëzim i madh për të gjithë shqiptarët dhe një hap i rëndësishëm drejt pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Sakrifica dhe trimëria e majësorëve dëshmuan se dashuria për atë dheun, për lirinë është më e fortë se çdo pushtim. Sot, kur përkujtojmë 6 prillin, ne nderojmë jo vetëm ngjarje historike, por edhe shpirtin e qëndresës, krenarisë dhe bashkimit që krenarizon majësinë e madhe. Është detyrë e jona të ruajmë këtë trashëgimi, ta kujtojmë historinë tonë dhe t'u përcjellim brezave të ri me krenari. 6 prilli nuk është vetëm një datë në kalendar, por na kujton se shqiptarët, kudo që janë, jetojmë me flamurin në zemër, i cili është simbol i guximit, i sakrificës dhe i dashurisë për lirinë. Le të bëhemi pasardhës të Det Gjëllulit dhe majësorëve të majësisë, duke e mbrojtur gjuhën, token dhe nderin tonë me të njëjtin guxim. Ky është amaneti i gjakut të derdhur, që Shqipëria të jetojë e lirë, krenare dhe e bashkuar. Faleminderit. O Shqipe, o zos të maleve kalzoni, a shëndrit reze lirien ato maja, bibjesht të pisuna në graja, ku del gura zemorën përmbalshëm kroni. A keni ndjen dikun ka fletyroni, dhe shkrepa me ushtua kangën e saj. A keni ndjen një kangë të pa travaj, o Shqipe, o zos të maleve kalzoni. Lirim, lirim, bërtet gjithë kam malsia. A ka lirim kyllej që na shkel kamba, a vesh mjerin e mblona në mbanë rëbnia. Fluturosh Shqipe,
fluturo ka qelet lama, sjellë maleve për rreth që ka Shqipnia, e ushtroje ku i del lirimi tama. Por, nuk u shuaj të lejosh shqiptaria. Lollën prej hekrash që mizori e njiti, lollën prej terri kur obnimi e citi, dun me shpreson me zhu e fletërim me nia, e këqyre, dërmali po përhape shkëndia, e lirimi të atleut, fshehtas shëtiti, kasol për kasol, buneve soditi, frym të re të zbrazun për gjithka hija Skenderbegut, si ndërdje parrit e nanat e hotit, djem të shtor, e lënim në armikun në përgjiu qitnin, e nalt dërmaja bukurim bretnore. Falënderit.
Do you?